Kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti ka treguar pse nuk ka një marrëveshje me kryetarin e nismës social-demokratike, Fatmir Limajn. Kurti tha se është mirë që Limaj me nismën është kthyer në Kuvendin e Kosovës dhe se kjo parti do duhet të ishte parti si motër me lëvizjen vetëvendosje. Madje Kurti tha se nisma me koalicionin AAK e ka ndihmuar partinë e Ramush Haradinajt të kalojnë pragun zgjedhor. Takimet kanë kaluar në një atmosferë ku është rritur besimi, ku është rritur mirëbesimi dhe vullneti për bashkëpunim. Mirëpo, ku nuk ka pasur mosmarrveshje, thjesht për shkak të një insistimi, para kushti, madje as kushti, për bashkëpunim në të ardhmen për pozitën e kryeparlamentarit. Tashmë unë jam në koalicion parazgjedhor me Guxo dhe Alternativa, një parti me 3 deputet, t'ia japim kryeparlamentarit. Kur e kam një parti që është dyfishi për nga numri i deputetëve, kjo e dëmton pariparueshmërinë, arkitekturën e marrëveshjes paraprake që VV-ja e ka me Guxo dhe Alternativa dhe nuk ishte një gjë e mundur, ka thënë Kurti. Kurti ka sfiduar partitë e tjera që të votojnë kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit, duke i shprehur i sigurt se e ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë e re. Ai shtoi se nëse nuk arrin të sigurojnë shumicën, kjo do të ishte një fitore politike për opozitën. Ata nuk besojnë që unë nuk i kam 61 vota për kryeministër. Unë ju them atyre mos testoni. Nëse ata besojnë që Albin Kurti si ka 61 vota të deputetëve për të bërë kryeministër përsëri, e ka në dorë të më besojnë. Le të votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua. Nëse unë dështoj pikërisht, kjo do të ishte një fitore për ta. Nëse nuk do të ishte fitore për ta, duke bllokuar Kuvendin dhe duke pamundësuar Korumin, ka thënë Kurti.